Kush do kishte interesin të reagohet fuqishë nga pushteti? Bashkimi Evropian, Rusët, Amerikanët, apo asnjë nga këta? Unë mendoj që interes kryesor ka rinia serbe. Rinia serbe, okej. Është problemi është i brendshëm, nuk është problemi i jashtëm, sepse Vučići në një farë mënyrë është përpjekur të rri me dy karrige, edhe me Europën, edhe me Rusinë, është duket e ka manifestuar veten sikur është një Tito i ri, është përpjekur që të rigjallojë televizionin e pa angazhuarve, të paraqitet. Ne na intereson, mua më intereson për emisionin tim vetëm në mënyrë intencionale, të qëllimshme. Pra, të kuptoj nëse të forcat që krijojnë turbulencë në Serbi janë forca a favorin tonë apo kundër nesh. Unë që reformimi i Serbisë, i pushtetit në Serbi është në favorin tonë, sepse rinia studentore do synoj një qeveri më demokratike kundër autoritarizmit. Nuk mendon që janë forca më radikale se sa Vučići? Jo, nuk mendoj.